Çfarë i ndodh trupit tuaj nëse pini një gotë qumësht para gjumit? Qumshti përmban dy përbërës, triptofan dhe melatonin, të cilat mund të kontribojnë në një gjumë më të mirë. Më konkretisht, triptofani është një pararendës i neurotransmetuesit serotonin, i cili nga ana tjetër mund të shndërrohet në hormonin melatonin, i cili sekretohet gjatë natës dhe shpesh quhet hormoni i gjumit. Por aktualisht, ekspertët tregojnë se është e rëndësishme të kujdeseni më mirë për dietën tuaj. Qumshti i pirë çdo mbrëmje mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për personat që kanë probleme me pagjumësinë. Përveç kësaj, nëse pirja e qumshtit është tashmë pjesë e rutinës suaj të mbrëmjes, atëherë është e rëndësishme që të shtoheni edhe një lugë mjaltë në mënyrë që të merrni përfitimet e tij pothuajse të gjitha në një gotë të vetme. Kështu, qumshti me mjaltë mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për ata personat që duan një gjumë cilësor dhe një organizëm më të shëndetshëm ditën e ardhshme.